Edhe 2 ditë pas publikimit të spotit për pavarësinë e Maqedonisë së Veriut nga kryeministri Kristian Mickoski vazhdojnë reagimet dhe kritikat. Bashkimi Demokratik për Integrimi ka ndarë vërejtjet e tij për këtë spot. Kritika kryesore e tyre qëndron atë që, siç thonë shqiptarët, nuk ekzistojnë në rrëfim, ndërsa shtojnë se qeveria ka zgjedhur të paraqesë një version ekskluzivisht maqedonas të tij. Spoti është vetëm në gjuhën maqedonase. Artistët janë maqedonas. Në spot nuk ka marrëveshje të Ohrit. Dokumentin që i dha fund konfliktit të vitit 2001 dhe vendosi themelet e karakterit multietnik të shtetit. Nuk ka antarësimin në NATO, një nga arritjet më të mëdha strategjike të vendit. Nuk ka konferencën e parë ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Ndërsa shqetësuese sipas tyre është edhe pjesëmarrja në spot e një prej figurave qendrore, Igor Durlovski, emër i cili lidhet drejt për drejt me ngjarjet e 27 prillit 2017, kur turma hyri dhunshëm në kuvent pas zgjedhjes së kryetarit të parë shqiptar të kuvendit. LSDM përveç që kritikoi spotin, i cili sipas tyre ishte më shumë promovimi vëmëro dopëmënes se sa një video për 35 vjetorin e shtetit, ata kërkuan përgjegjësi edhe për skandalin me flamurin, i cili u paraqit në shënimin e pavarësisë që u mbajt në Ohër, ku në skenografi u shfaq flamuri me 12 rreze në vend të 8. Dhe në vend që të thoshin se kush është përgjegjës, në vend që të shpjegonin se sa para kushton ky poshtërim dhe më e rëndësishmja, në vend që të kërkonin falje qytetarëve që u apështruan ndjenjat, ndje u përpoqën të justifikonin me një shpjegim komik se ajo që pam në të ashoquajtërën flamur maqedonas ishte në fakt, besoni ose jo, një instalacion arti. Ndërsa vëmëroi u përgjigj përmes një komunikate duke thënë se LSDM përmes reagimeve të saj është kundër shënimit të pavarësisë dhe gjithçkaje që është në interes të shtetit. Përmbajtjen e spotit e kritikoi edhe Alianca për shqiptarët, nga shpërfaqësuan se është e papranueshme që një material zyrtar i financuar edhe nga taksat e qytetarëve shqiptar të ndërtohet mbi atë që e cilësojnë si narrativ një etnike, ndërsa kërkojnë tërheqjen e spotit.